Kjo ngjarje është edhe një mesazh për çdo zullumqtar, një paralajmërim për çdo zullumqtar në botë. Patjetër që po. Allahu i lartësuar këtë tregim e ka sjellë në Kur'an që ata që bëjnë zullum, ata që shtypin, ata që bëjnë padrejtësi, të thrasin mendjes, të heqin dorë nga zullumi dhe nga padrejtësia, se nëse nuk heqin dorë, do të vijë nga Allahu subhanahu wa taala ndëshkimi. Ose do të vijë gjatë jetës kësaj bote, ose do të vijë pas vdekjes së tyre. Por Allahu subhanahu wa taala edhe pse u jep afat zullumqarëve, ai e di se çfarë bëjnë zullumqarët. Edhe do vijë momenti kur Allahu i lartësuar do t'a japë atyre ndëshkimin. Kështu që në mënyrë që të mos kenë fatin e Firaunit, Paris dhe ushtrisë së tij. Nuk është thënë që tu bjerë e njëjta formë dënimi. Dënimet që lëshon Allahu janë nga më të ndryshme. Allahu i lartësuar ka në dorë gjithësinë. Gjithësia vepron me urdhër të Allahut subhanahu wa taala. O bie një katastrofë, a një ndëshkim, a një smundje, a humbi pushtetin. Allahu i lartësuar e di se si i ndëshkon ata. Por padyshim, Allahu subhanahu wa taala ka për ndëshkuar zullumqtarë që nuk bëjnë tobe, që nuk heqin dorë. Prandaj kjo është thirrje për çdo njeri që bën zullum, që bën padrejtësi, sidomos për ata që kanë pushtetin dorë, që truhen nga padrejtësia, truhen nga zullumi, mos u bëjnë padrejtësi njerëzve, sepse ka një Zot që ndëshkon. Vërtet Allahu është i mëshirshëm, vërtet Allahu pranon toben, prandaj ne bëjmë thirrje që të kërkojmë falje Allahut, të heqim dorë nga padrejtësia, të kërkojmë mëshirën e Allahut të lartësuar, por nga ana tjetër ndëshkimi i Allahut të lartësuar është i ashpër.